A keni menduar ndonjëherë se ku qëndron paqja e vërtet në lutje? Lëreni këtë përrallë të lashtë të frymëzojë udhëtimin tuaj shpirtëror. Një grua thellësisht e devotshme vizitonte çdo ditë një pemë të vjetër në kopshtin e xhamisë. Atje, në vetmi të qetë, ajo ofronte lutjet e saj. Një i ri, kurioz, pyeti dikur: "Pse të mos falemi brenda xhamisë, ku është më ngrohtë?" Ajo buzëqeshi butësisht. "Ja ku jam," u përgjigj ajo, "lutja ime ndihet vërtet e lirë. Unë flas me Zotin tim në hije, pa shurma, pa shpërqendrime, pa ndërprerje." Fjalët e saj zbulojnë një të vërtetë të thellë për të gjithë ne. Kjo histori na kujton, lutja më e fuqishme vjen nga zemra. Pranimi dhe paqja e saj nuk kufizohen nga vendi apo rrethanat. Gjeni hapësirën tuaj të shenjtë, qoftë një dhomë e qetë apo një moment qetësie. Përqafojeni këtë mençuri për të kultivuar një udhëtim më të thellë shpirtëror. Ndani mendimet tuaja më poshtë dhe abonohuni për më shumë njohuri se si të gjeni paqen e brendshme.